menaxhimi i parkimeve, të cilat nuk janë thjesht infrastrukturë, por në fakt janë një instrument për akses, për turizëm, për menaxhim urban dhe mbi të gjitha burim të ardhurash për bashkitë e vendit. Në bashkëpunimin që ne kemi pasur me gjithë kryetarët, dhe sidomos me ato bashkitë të cilat kanë intensitet të lartë urban dhe flukse turistike të larta, janë 76 hapësira parkimit të cilat kanë potencial për të zhvilluar në territor. Programi që ka Fondi Shqiptar i Zhvillimit, që sot që ne flasim kemi bashki që tashmë kanë një eksperiencë, duke filluar me Vlorën, me Durrësin, me Gjirokastrën, me Beratin, por jo vetëm, të cilët kanë krijuar këto modele të reja që në bashkëpunim me FSHZ-n kanë artuar dhe implementuar në pas parkime në zonat të cilët kanë një intensitet lartë turistik. Këto vende të cilat janë identifikuar tashmë janë mbi 10.000 vende parkimi, të cilat krijojnë një mundësi të mirë, jo thjesht për sa i përket krijimit të infrastrukturës të re për të krijuar akses, por patjetër për të gjeneruar të ardhura për bashkitë e vendit. Ne këtu do flasim në të njëjtën kohë edhe për një instrument të ri, i cili besoj që duhet përdorur me patjetër nga bashkitë, jo thjesht për parkimet, po e fokusohem te parkimet sepse është pikërisht projekte të cilat realisht instrumenti i financimit nga bankat është më i drejtë për drejtë dhe më i kuptueshëm për këto. Besoj që bashkitë sot, me ndërhyrjet që ne do bëjmë në kuadrin ligjor, duhet ta kenë fleksibilitetin e duhur, që sidomos në projekte të cilat gjenerojnë të ardhura, që vetë financojnë financimin që bashkitë mund marrin nga bankat e nivelit 2. Duhet t'i përdorin këto mundësi për të krijuar modele ekonomike lokale, siç mund të jo vetëm parkimet, por edhe ndërmarrjet e përbashkëta që do shohim më pas, të cilat krijojnë hapësira të reja fiskale. Dhe ne dim të gjithë se sado ne të krijojmë mbështetje financiare, qoftë programi Rindia 2.0, gjithmonë do të ketë nevojë për më tepër financim. Dhe ne sot nuk shfrytëzojmë mundësitë e financimit nga tregu. Dhe besoj që bashkitë sot kanë arritur tashmë një shtrat të shëndetshëm financiar dhe krijuar një det qartë të zhvillimeve lokale për të pasur mundësinë që sot projekte të cilat gjenerojnë të ardhurë lokale të kenë mundësi të financohen nga bankat. Dhe patjetër që projektet e parkimeve janë një ndër to. Nëse ne vazhdojmë me atë çfarë ne kemi si objektiv për sa i përket parkimeve në tërësi, ne shohim një program rreth 120 milionë euro, të cilat do të jetë një ndërthurje midis buxhetit që vjen nëpërmjet Fondit Shqiptar Zhvillimi, por patjetër dhe buxheteve lokale të cilat do të krijohen, dhe patjetër do të kemi një plan të qartë në të gjitha bashkitë e vendit për sa i përket krijimit të zonave të cilat do të jenë të studiuara për menaxhimin e trafikut, aksesit qytete dhe zhvillimin e turizmit në tërësi nëpërmjet strukturave të parkimeve.